Të nderuar miq, do të flasim për ngjarjen e rënë që ka ndodhur në Golem, një konflikt i vjetër gati 20 vite që vazhdon, por që në media është shqetësyer fuqishëm në 3 ditët e fundit pas publikimit të 2 videove mjaft të rënda nga avokati Arbenda Ngozi, ku një e moshuar bashkë me djalin e saj janë dhunuar. Në këtë bisedë sot unë do të zhvilloj pra bisedën me djalin Recep Ademi. Zoti Ademi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Ademi, ju keni folur në media, keni dhënë sqarimet tuaja, por për gjithë ata që nuk ju kanë dëgjuar dhe kanë paqartësi për këtë konflikt. Konflikti është i vjetër, por videot e rikthyen sërish. A mund të themi me pak fjalë se çfarë ka ndodhur? Luftë. Po ku e ka origjinën lufta? Kush është pastaj? U hap trashëgimia, e mësova se i kisha njerëzit që duhet i kisha krah armiq. A keni fjalën për Xhaxhallar, Teza, Halla, Dajo apo vëllezër motra? Çfarë rreti? Rretin kusht? Daja, vëllezrit e nënës, asaj nënës që dhunohet. Pra ne dhunohet. I duhet një firmë për ta pasur sa më të lehtë, po se dha i firmosin vetë nuk ka problem. Po ndërkohë që ata kanë vazhduar punimet dhe pa firmën e nënës. Nuk pyetin, me sa mora veshun drejtoresh ishte një me emër Qato, ato të firmës që ashtu ku i kam pa në kontrollet ÇKB që pa ta bë, ishin me emër Qato. Po ato janë, nuk është mafia shteti, ndërtimin nuk nalen, nuk e di. Kanë arrit gjëra aty sa Daja vdiqe dhe kanë qitë vetë vrasje, as e tim as i gjo. Po, sepse kjo na nxori në një tjetër dekzim tani, po puna e Dajës si është, si ju keni dyshime se mos e kanë vrarë? Po kur pasuria, i zun rrugën nënës me 16 tetor, e goditën, policia e shkujti lumë psikologjike kallëzimin tonë. U detyruam, ju shkujtë me misionin investigative, u përgjigj një erdhi, pami që s'u gjetën kur, s'dolën kur, iku gazetarja nga puna, nuk të këshu, ne u shmangën, nuk dolën kur ato pamje. Dhe masi erdhën gazetarët, policia i boni veprimet më rregull. Mami mori urdhër mbrojtjen, 10 darkës e përcjell policia në shtëpi, futet në shtëpi, në ora 10 e darkës ai vjen diku 7 tetor, mbrapa 7 mëngjesit, 7-8 mëngjesit, Dajën e kanë gjetë mytën i pus me 2 metra e gjysmë ujë, se është breg detit. U mbyt në pusin me 2 metra e gjysmë ujë? Po, edhe kanë nxjerrë vetë vrasje. Po, ditë kemi gjuhën një 2-3 emisione në lajme që ka dhënë iniciale, vetë vrasje. Është periudha që u bën edhe 2-3 vetë vrasje baballarësh në Durrës. Po, keni fjalën për te familje Meta. Me edhe tjetra, do me thënë, ka qenë e 23-shit, e jona ka qenë 16 tetor, ka qenë e para, kjo e jona doli me sukses, vazhdunja u bonja 2 tjera, ato u zbulun pu shumë vrasje. Zoti Ademi, po tani nëna si është? Në orën 11:30 ka vizitu mjeku ligjor, se ne shifshim vetëm duart, ajo shkreta parmrom që zgodit ashtu, gjenë 12 notës në për polici, kavaj, Durrës, spital, nuk i shkunin as emrin spital, si duket nga që shoqëroi policia i kanë porosit që mos e regjistroni, se duhet të hapin kartela ato që të shkosh te mjeku ligjor pastaj. Besoj e keni lexuar atë njoftimin e policisë që thoshte që tani nëna është 70 vjeç, i kafshoi. Nona është me proteza, që të them ty? Do gënohur njëri tjetrin policët se nona është 70 vjeçe me protezë, ka harruar me hongër mish me kohë. Versioni i parë është një proces verbal që ka më të prokurorisë shtetit që nëna ime dyshohet për vjedhjen bashkëpunim. Po, edhe këtë do ju pyesja. Po kjo vjedhja çyn këtu? Nuk e di se kanë fut komisariat, si duket s'kan pas një arsye dhe ka ardhur një
o po gjën nga prokuroria e Durrësit, nuk e di, me gjithë një avokat shteti dhe ashtu, mama i ka thonë nuk kam çfarë flas më me ju. Jam mbi 17 kallëzime në prokurori dhe janë gjitha mos fillim. Ka nis vetëm një kallëzim për Dajën që ka vdek që i ka falsifikuar. Dhe atit nëse është se ja kanë gantëruar mbi emrin, nga Selman Ismaili kanë lënë mbi emrin tim, Selman Ademi. Po ndërkohë që edhe SPAK-u më duket ju ka përcjell. 3 copë në SPAK. Për mos kompetencë. Edhe grevë keni bërë aty. Po. Aty janë denoncuar me video mrena komisariat Kavajës, hiqen fotot e eskavatorëve dhe në fotot e qenit prokurori përfundon qeni, zonja rrugën me qenë, jo makineri që punojnë pa leje. I kam denoncuar live nga televizori me kamerat e sigurisë që kanë qenë pa leje. Një javë mas i kam denoncuar live nga televizori, ka dalë leja ndërtimit. Tash i marr vesh lejen e ndërtimit drejtoresh që ka po një me mbiemër qatë, po djalit vet, burrit vet nuk e di se ç'a i bën ta ketë. Këto videot që domethënë që e bën lajmin më të madh edhe që bën më shumë bujë për të marrë më shumë vëmendje, për të kthyer syt andej, keni dorëzuar diku te institucionet? Nuk ka ardhur në një timori se kanë marrë seriozisht, se po ta kishin marrë seriozisht, gjëja e parë që do vini do sekwestronin kamerat e sigurisë. Nuk kanë ardhur. Po ndërkohë që ju më thatë që aty vazhdojnë punimet tani. Po, sot do fut eskavatori. Aty është vetëm, domethënë aty ka dalë vetëm 1 minutë, videot mund të jenë ja një orë që i bëjmë presion polica. I thonë tu do bëhet pallat, këtu atje. Ai shefi komisariatit nëse ndëgjon aty te video i thotë kishe për të marrë një gjë, po më ka sjellë që s'ke për të marrë gjë. Po dëgjojmë dhe fjalë që ngriheni me forcë. Ngriheni me shkelma. Ashtu e kanë marrë ato, kanë fik dritat edhe e kanë ngrit zgupthi. E kanë bërë copë. Po si do ta vazhdoni tani? E keni vendosmërinë për të vijuar apo për të vijuar nuk do le gur drejtësisë, do përgatis diçka dhe për ambasadën këtu ku jetoj dhe 2-3 ambasada evropiane, organizatës drejtave të njerëzit. Ju ndërkohë jeni jashtë shtetit. Po besoj kur nona ime është 70 vjeçe, është del me hajdute në bashkëpunim, mos e merr SPAK-u atë se këto që vrasin që rrafin mes rrafin, mu më vran mes ditës ndan shaku të jam ditë në kokë. Edhe nonës varë, këto nuk janë grup struktural. Nona ime është grup struktural, se kështu i bjen bashkëpunim, vjen dhe në bashkëpunim bjen më shumë se 2-3 vjet i merr prokuroria posaçme këto. Me atë që ka bëj oficeri policisë gjyqësore. S'keni tentuar ndonjë rrugë ose ndonjë ndërmjetës me familjarët tuaj për ta sheshuar këtë? Ku ti them, aty që më vranë nonën. I thash fillim, kur u hap, merë u ulin flisin motra vlezër, s'dua si gjo, nonës time do t'i thonit parë, i kemi bo gjithat që kemi bo. Problemi është ato kanë falsifikuar prokuror fillim dhe s'duan dalje, se i bjen që kanë bo gjithë të vite, se nona me gjyshin s'kanë ditë me shkujt me lexu dhe për ne kanë bo gjithë të pisliqe. Edhe i gjithë fundit ka politika, ka dorë mbrapa kësaj si mbështetje? Po pa vullnet politik në Shqipëri s'ma merr mendja se bon gjë, emra konkret nuk di. Por shpresën e keni shpresën tek drejtësia që ndoshta pa u bër pallati do të dalë me ndonjë vendim, se po u bë pallati pastaj pallati 2 lyme 800 metra, ja ka shit tezja burrit vet, edhe kështu me letra falso si e kanë bë. Prap nuk ka firmos gjithë të anëtarët e familjes bujqësore, marroi pallati. U myt daja, ne lam edhe kështu se do të veproj drejtësia, me që nolli gjithë kjo, pallati marroi, atëherë e morëm neve mos fillimin. Nuk ka drejtësi, as ka për të bërë. Kur godita unë,
Boni gjithë rrjetet, si të zbori video gjyrën e rrjetit, të shit disa emisione në lajmesh, asë i gjo, plagosje e letë, me ne i gjokë vogët. Zotëri Xhepi, falenderoj që Nuk ka për të bërë drejtësi. Kam dalë 11 ditë grevurie para spakut, kam kërku vetëm drejtësi, hetimin e tyre të drejtgjojnave. Nuk kam kërku, nuk kam pas i gjyq civil për çështje pronë e gjojnat e po na dhem. Po jam të rënda shumë. Nuk di çfarë them, nuk di çfarë them. Nuk ka për të bërë drejtësi. Unë të falenderoj shumë që gjetët kohën që të flisnit edhe për shikuesit tanë për këtë çështje, që uroj që pavarësisht besimit, ndoshta drejtësia sensibilizohet nga ato video që qarkulluan edhe të flas për këtë çështje. Faleminderit.